Përshëndetje miq dhe shqiptar të ndershëm. Dje bëm hapin e parë, me qenë se kemi vënë re që ka grupe të ndryshme në konflikt atje që rinë atje ke foltorja. Dua të njoftoj të gjitha ata të foltores që 2.000 euro bën një mikrofon. Gjithë mund të blejmë 2.000 euro. Askush mos mendoj se ka 2 mikrofona dhe do zotëroj dhe do kontrolloj lëvizjen disa prej atyre grupeve edhe për hesap të mafjes të Edi Ramës, mafjes që ka futur duart aty, po do t'ja shkurtojmë duart kushdo që tjetë aty që kërkon ta shuaj. Edhe do t'a tregoj veten sot në ftesat që kemi bërë për takimin organizativ, ku do dal një grup me qytetar, intelektual të rinj, kontributorë dhe njerëz që meritojnë për të ngritur një grup organizator. Sot është dita e dytë e takimit. Shpresojmë që ata që duan të vënë shkopi në rrota, njerëzit e mafjes aty, do të dalin dhe që i kanë thirrë shumë veta nga loja, do të dalin dhe vetë shumë shpejt nga loja. Sot do të tregoj koha kur të bëjmë ftesat individuale, ata që s'do vinë janë ata që se duan lëvizjen dhe duan ta shuajnë. Dhe po ju them edhe këtë gjë që mos i besoni Mariana Koçekut. Është një lëvizje e stisur prap nga e njëjta dorë mafioze që po përpiqet të kontrollojë me një grup të vogël krajinaristësh dhe me një grup të vogël religios që janë nga pakicat dhe që kërkojnë të kontrollojnë lëvizjen. Ne nuk paragjykojmë asgjë. Koha do t'i tregoj dhe do ndaj shapin nga sheqeri, më besoni. Asnjë mos guxoj se është aq i forcat manipuloj atje atë lëvizje qytetare. Shumë shpejt do dalin nga loja. Dhe koha do t'a tregoj shumë shpejt këtë që po ju them. Sot ata që janë ftuar dhe që janë të ndershëm duhet vinë aty në atë takim dhe të japin mendimin e tyre. Do t'ju vi ftesa individuale. Kush nuk pranon të vi është o arrivist dhe karrierist o i shitur. Tung tung.